Kosova me ushtarët e saj të FSK-s ka ngjasa ta marrë përsipër një rol domethënës për sigurinë në rripin e Gazës, si pjesë e forcës ndërkombëtare stabilizuese për këtë pjesë të Palestinës. Ani se nuk është konfirmuar ende zyrtarisht nëse shteti më i ri në Evropë do të udhëheqë trupat që do ta ruajnë zonën problematike, në përfaqe të ndryshme interneti që raportojnë për siguri, janë publikuar harta në të cilat Kosova figuron si përgjegjëse për Gazën Veriore. Se Republika që edhe vetë ruhet e mbrohet nga një forcë ndërkombëtare, KFOR i NATO-s, është rreshtuar ndër vendet e para që kanë shprehur gatishmërinë për të kontribuar me trupa në kuadër të trupës shumëkombëshe të krijuar për stabilizimin e situatës në rripin e Gazës, e ka konfirmuar edhe komandanti i kësaj force, generali i ushtrisë së Shteteve të Bashkuara, Jasper Jeffers. That the first 5 countries have committed troops to serve in the ISF: Indonesia, Morocco, Kazakhstan, Kosovo, and Albania. Një gjë të tillë e ka bërë edhe vetë shteti i Izraelit. Sekretari amerikan i shtetit, Marco Rubio, pas takimit me presidenten Vjosa Osmani të premten në Washington, e ka falendëruar Kosovën për angazhimin në këtë nismë duke e cilësuar vendin si antar themelues në bordin e paqes dhe si kontribues për ISF në Gaza, bashkë me Indonezinë, Kazakstanin, Marokun dhe Shqipërinë. Kjo e fundit figuron si përgjegjëse për zonën Deir al-Balah. Në Prishtinë ende nuk ka ndonjë qendrim zyrtar që 100% e konfirmon këtë gjë, por lajmet se Kosova mund të jetë përgjegjëse për sigurinë në Gazën Veriore është parë si një mundësi dhe hap i rëndësishëm në forcimin e rolit të saj ndërkombëtar në operacionet paqëruajtëse dhe stabilizuese. Nëse Kosova e merr komandën e zonës në veri të Gazës, e cila është e paraparë të udhëheqet nga një gjeneral brigade, do të jetë e arritura më e madhe në konsolidimin ndërkombëtar të shtetësisë së Kosovës që nga vendimi i GND-s për shpalljen e pavarësisë së vendit tonë. Kjo njëkohësisht do të paraqetë edhe përgjegjësinë më të madhe të vendit tonë në skenën ndërkombëtare, ka shkruar njohësi i çështjeve të sigurisë, Lulzim Peci. Forca ndërkombëtare stabilizuese për rripin e Gazës pritet të ketë rreth 20.000 ushtarë, 8.000 nga të cilët i ka premtuar Indonezia, një general i të cilit vend do të jetë zëvendës komandant i kësaj trupe. Po ashtu, sigurisë në këtë pjesë pritet të kontribuojnë edhe 12.000 policë, shumica e të cilëve pritet të vinë nga Egjipti dhe Jordania. Mira trupave të forcës ndërkombëtare të stabilizimit për Gazën parashikohet të bashkohen edhe ushtare personel policor nga shtete tjera, pos atyre që aktualisht janë deklaruar si pjesëmarrëse. Misioni i kësaj force do të jetë stabilizimi i situatës së sigurisë në terren, mbështetja e strukturave civile lokale dhe krijimi i kushteve për rindërtim dhe administrim funksional të rripit të Gazës. Forca ndërkombëtare për stabilizim të Gazës është produkt i marrëveshjes për paqen e Gaza mes Izraelit dhe Hamasit, që ishte arritur tetorin e vitit kaluar me ndërmjetësim të presidentit amerikan Donald Trump. Ajo i dha fund luftës që nisi me sulmin terrorist të Hamasit në Izrael në tetor të vitit 2023. Jeruzalemi zyrtar ju përgjigj ashpër këtij veprimi, duke nisur një fushat të rrept ndaj grupit radikal. Për pasojë, Gaza u shkatrua në masë të madhe, më tepër se 60.000 palestinezë raportohet të jenë vrarë për 2 vite sa zgjati konflikti. Vetë Kosova ishte një vend që pati nevojë për një forcë të tillë ndërkombëtare të sigurisë kur përfundoi lufta këtu në qershor të vitit 1999. Trupa që mori përsipër sigurinë në Kosovë ishte KFOR-i i NATO-s. Kjo forcë u nda në 5 sektor që udhëhiqen nga shtete të ndryshme. Britania e mori qendrën, respektivisht rajonin e Prishtinës. Gjermania ju la zjugu me Selin në Prizren, veriu ju besua Francës, perëndimi i Italisë, ndërsa lindja mbeti në duart e amerikanëve, selia e të cilëve ishte kampi Bond Still.